Në këtë video do të flasim për gjumin, atë pjesë të jetës që na prek të gjithëve, një pjesë të konsiderueshme të kohës sonë. Do të ndiqni kuriozitete të çuditshme mbi gjumin, një histori tepër interesante dhe të pabesueshme për të vërtetë, si dhe cila anë për të fjetur është më e mira, ana e majt apo ana e djathtë, çfarë problemesh shoqëron secila anë dhe çfarë përfitimesh ka. Ju ftojmë të na ndiqni. Le të fillojmë pa humbur kohë. Kuriozitete interesante dhe të çuditshme rreth gjumit që mund t'ju befasojnë. Pagjumësia shkakton probleme, por rekordin më të gjatë për qëndrim i zgjuar e mban Randy Gardner, i cili ishte një amerikan që qëndroi zgjuar për 11 ditë ose 264 orë në vitin 1964. Ky eksperiment shkaktoi pasoja të rënda shëndetësore, përfshirë halucinacione dhe probleme të rënda mendore dhe fizike. Ishte një eksperiment shkencor dhe deri tani ky rekord nuk është thyer ende. Gjatësia mesatare e gjumit. Njerëzit kalojnë rreth 1/3 e jetës së tyre duke fjetur. Nëse jetoni 75 vjet, kjo do të thotë që rreth 25 vjet jeni duke fjetur. Flini shumë pak ose shumë, mund të rrezikoni shëndetin tuaj. Një studim i bërë tregon që njerëzit që flenë më pak se 6 orë çdo natë ose më shumë se 9 orë kanë rrezik të lartë për sëmundje zemre dhe vdekje të parakohshme. Është thelbësore të gjeni ekuilibër 7 deri në 8 orë në natë për të ruajtur shëndetin tuaj. Gjumi dhe truri. Kur flem, truri ynë është shumë aktiv. Ai kalon në faza të ndryshme të gjumit, përfshirë dhe gjumin REM, Rapid Eye Movement, ku ndodhin ëndrat. Gjatë fazës së REM, truri mund të jetë po aq aktiv sa kur jemi zgjuar. Sleepwalking ose dridhja gjatë gjumit prek 1 deri në 15% të njerëzve dhe është më zakonshme tek fëmijët. Shpesh ata mund të ngrihen dhe të bëjnë aktivitete të ndryshme pa u zgjuar dhe më pas nuk mbajnë mend asgjë nga ato që kanë bërë. Mund ta quajmë edhe sonambull. Një sy i hapur gjatë gjumit. Disa individ mund të flenë me një sy hapur. Ky fenomen ndodh kur një pjesë e trurit është ende aktive, duke lejuar që një sy të mbetet i hapur ndërsa tjetri i mbyllur. Ose mund të qëllojë që të dy syt të jenë gjysmë të mbyllur. Në kërkim të qëndrueshmërisë, shumë njerëz përjetojnë një ndjenjë të veçantë dhe pozitive kur flenë gjatë periudhës së natës, sepse gjatë kësaj periudhe trupi është plotësisht i pushuar dhe i rinovuar. Kjo është një ndihmëse e rëndësishme për funksionin tonë të përditshëm. Sëmundja e narkolepsisë. Narkolepsia është një çrregullim që i bën njerëzit të flenë papritmas dhe të ndihen të përgjumur gjatë gjithë ditës, pa ndonjë arsye të dukshme. Ndër simptomat janë përgjumja e papritur, humbja e kontrollit mbi muskujt dhe ëndrat e gjata. A e dini që dhe kafshët kanë sasi të ndryshme gjumi? Për shembull, një xhiraf ka nevojë të flejë 1 deri në 2 orë në ditë, ndërsa një dhelpër mund të flejë deri në 14 orë. Po kështu dhe macet, rreth 80% të kohës e kalojnë në gjumë. Të fjeturit në grup. Disa studiues sugjerojnë që gjatë periudhës së shoqërisë primitive, njerëzit flinin së bashku në grupe për të siguruar mbrojtjen dhe për të mbajtur më ngrohtë. Kjo mund të shpjegojë se pse njerëzit ndihen të qetësuar kur janë pranë të tjerëve kur flen. Gjumi i mirë përmirëson emocionet dhe humorin. Njerëzit që flen mirë shpesh ndihen më të lumtur dhe më të relaksuar gjatë ditës. Historia e fshatit Kyshtym. Në vitin 1962, një ngjarje e çuditshme ndodhi në një fshat të vogël në Rusi, të quajtur Kyshtym. Ky fshat ka hyrë në histori për shkak të një fenomeni të pabesueshëm. Të gjithë banorët e fshatit, përfshirë fëmijët dhe të moshuarit, ranë në gjumë për një periudhë kohore të gjatë dhe asnjë nuk mund të zgjohej. Ky fenomen i njohur si fenomeni Kyshtym ndodhi për shkak të një ndikimi të një ndotje të papritur të fuqishme kimike në ajër, i cili shkaktoi një gjendje të përkohshme të rënd gjumi tek banorët e fshatit.
Disa ditë pas ndodhisë, banorët u zgjuan pa pritur dhe shumë prej tyre kishin humbur kujtesën për një periudhë të caktuar kohore. Ndërkohë që autoritetet vendore nuk e kanë dhënë kurrë një shpjegim të plotë për këtë fenomen të pazakontë, shumë njerëz besojnë se ishte rezultati i një ndotje kimike që kishte ndodhur në rajon si rezultat i aktivitetit industrial. Kjo ngjarje ka bërë rihon dhe ka nxitur shumë teori dhe spekulime rreth natyrës së këtij fenomeni. Disa mendojnë se ndodhia ka patur të bëjë me një incident të ndotjes kimike, të tjerë e lidhin me hipoteza të ndryshme mbi substanca të padukshme ose ndikimin e mjedisit. Përfundimisht, kjo ngjarje ka ngjallur shumë spekulime dhe ka krijuar një legjendë që vazhdon të tërheqë vëmendjen e studiuesve dhe të interesuar për fenomenet e çuditshme natyrore. Dhe tani do të kalojmë ke pjesa e tretë dhe e fundit që ka të bëjë me cilën anë duhet të flejmë gjumë, në anën e majtë apo në anën e djathtë. A është më mirë të flini në anën e majtë apo në anën e djathtë? Ja çfarë thot shkenca. Kur bëhet fjalë për gjumin, shumë prej nesh kanë pozicionet e tyre të preferuara. Disa prej nesh kthehen majtas, të tjerë djathtas. Ka disa që preferojnë të flejnë në shpinë ose barkas. A keni menduar ndonjëherë nëse gjumi në anën e djathtë është më i mirë se gjumi në anën e majtë apo ana sjelltas? Po shkenca ka disa njohuri për këtë. Dhe përgjigjja nuk është gjithmonë e drejtë për drejtë. Le të shohim çfarë ndodh me trupin kur flejmë në anën e majtë. Gjumi në anën e majtë. Përfitimet. Gjumi në anën e majtë është lidhur me një sër përfitime shëndetësore. Ky pozicion duket se ofron disa përparësi për sistemet e brendshme të trupit tonë. 1. Promovon tregje të shëndetshme. Një nga arsyet kryesore pse gjumi në anën e majtë konsiderohet i shëndetshëm është për shkak të efekteve të tij pozitive në tretje. Kur shtrihemi në anën e majtë, graviteti ndihmon lëvizjen e ushqimit dhe mbeturinave në zorr. Kjo është veçanërisht e dobishme për ata që vuajnë nga urthi ose refluksi i acidit, pasi ndihmon në reduktimin e gjasave të rritjes së acidit në ezofag. Anën e majtë mund të ndihmojë në qarkullimin e gjakut, sepse graviteti ndihmon zemrën të pompojë më lehtë. Por, për ata që kanë insuficiencë kardiake, ky pozicion ndonjëherë mund të shkaktojë shqetësim pasi mund të ushtrojë presion mbi zemrën. 3. Përmirëson drenazhin limfatik. Gjumi në anën tuaj të majtë mund të ndihmojë në kullimin limfatik. Sistemi limfatik, i cili është përgjegjës për eliminimin e toksinave dhe mbetjeve nga trupi, është i optimizuar në këtë pozicion, sepse pjesa më e madhe e kullimit limfatik ndodh në anën e majtë. Kjo ndihmon në procesin e detoksifikimit të trupit. 4. Më mirë për gratë shtatzëna. Për gratë shtatzëna, veçanërisht në fazat e mëvonshme të shtatzanisë, rekomandohet shumë të flejnë në anën e majtë. Ky pozicion përmirëson qarkullimin tek fetusi, pasi siguron rrjedhjen optimale të gjakut nga zemra e nënës te foshnja. Gjithashtu, zvogëlon rrezikun e presionit në mëlçi dhe veshka, i cili mund të ndodhë kur flini në shpinë. Gjumi në anën e djathtë, përfitimet. Gjumi në anën e djathtë gjithashtu vjen me përfitimet e veta, megjithëse nuk është aq i lavdëruar universalisht sa gjumi në anën e majtë. 1. Redukton simptomën e gërhitjes së gjumit. Për individët që vuajnë nga gërhitja, gjumi në anën e djathtë mund të jetë i dobishëm. Ky pozicion hap rrugët e frymëmarrjes në mënyrë më efektive sesa gjumi në shpinë, gjë që mund të bëjë që gjua dhe indet e buta të bllokojnë fytyn duke sjellë gërhitje. Mund të zvogëlojë urthin tek disa njerëz. Ndërsa ana e majtë përgjithsisht rekomandohet për reduktimin e urthit, gjumi në anën e djathtë mund të ndihmojë gjithashtu disa individë të menaxhojnë këtë gjendje, veçanërisht kur ata përjetojnë me shumë siklet kur shtrihen në anën e majtë.
Është e rëndësishme të theksohet se efekti mund të ndryshojë sipas individëve, kështu që ju mund të eksperimentoni në pozicione të ndryshme për të gjetur atë që funksionon më mirë për ju. Mund të ndihmojë me dhimbjet e shpatullave dhe shpinës. Disa njerëz gjejnë lehtësi nga dhimbja e shpatullave dhe e shpinës duke fjetur në anën e djathtë. Ky pozicion mund të ndihmojë në zbutjen e presionit në pjesën e poshtme të shpinës dhe shtyllës kurrizore. Megjithse kjo mund të ndryshojë në bazë të llojit të trupit tuaj individual dhe dyshekut që po përdorni. Cila është më e mirë, ana e djathtë apo e majtë? Të dyja pozicionet kanë përfitimet e tyre. Është e rëndësishme të mbani mend se ajo që funksionon më mirë për një person mund të mos funksionojë për një tjetër. Pozicioni më i mirë i gjumit varet nga rehatia juaj personale dhe nevojat specifike shëndetësore. Konsideratat e tjera për një gjumë të shëndetshëm. Nëse flini në anën tuaj të majtë apo të djathtë, ka dhe faktorë të tjerë që duhet i merrni parasysh për një cilësi optimale të gjumit. Mbështetja e jastikut. Sigurohuni që jastiku juaj të mbështes qafën dhe shtyllën kurrizore siç duhet për të shmangur zgjimin me dhimbje. Cilësia e dyshekut. Një dyshek që ofron mbështetje adekuate për llojin e trupit tuaj mund të bëjë një ndryshim të madh në mënyrën se si ndiheni kur zgjoheni. Mjedisi i gjumit. Krijoni një mjedis të qetë, të errët dhe të freskët për të nxitur një gjumë të qetë. Përfundimisht, a duhet të flem në anën e majtë apo në anën e djathtë? Përgjigjja varet kryesisht nga shëndeti dhe rehatia juaj personale. Për shumicën e njerëzve, gjumi në anën e majtë ofron përfitime të shumta, veçanërisht kur bëhet fjalë për tretjen, shëndetin e zemrës dhe shtatzaninë. Megjithatë, ana e djathtë ka avantazhet e veta për kushte siç janë gërhitja. Është e rëndësishme të dëgjoni trupin tuaj dhe të eksperimentoni me pozicione të ndryshme për të gjetur atë që funksionon më mirë për ju. Nëse ju duk interesante kjo video, mos harroni ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Le të ndihmojnë të përhapin fjalën dhe rëndësinë e një gjumi të shëndetshëm dhe të ndajnë këto këshilla të dobishme. Mbështetja juaj i ndihmon të tjerët të zbulojnë këtë informacion të vlefshëm.